Gjevreka sikur nëpër furrat e Kosovës. Përgatitja shumë e thjeshtë, ekonomike, bëhen shumë t'shishme, janë t'buta, besoj se kam ju pëlqy receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitje në një enë të madhe, shtojmë 400 ml me qumësht të vakët. Qumështja se si nuk guxon që t'jetë shumë i nxehtë, po i vakët sa ta duroj dora. Shtojmë një gotë 200 ml me ujë të vakët. Ja shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer dhe 1 lugë gjelle të mbushur plot me moja buke. Sheqeri ndihmon që moja e bukës të aktivizohet më shpejt dhe me një tel kuzhine e përzij masën kështu. Mjaftueshëm kam përzyer masën, tash ja shtoj një gotë çajit me vaj, gota 110 ml. Përsëri e përzij masën. Largoj telin e kuzhinës dhe në fund e shtoj millin. Mill gjithsej do na duhet 8 apo 9 gota nga 200 ml. Dhe për këtë arsye millin e shtojmë gradualisht, shtojmë një pjesë kështu. Dhe ja shtojmë një lugë gjelle të mbushur plot me krep. Dhe fillojmë që brumin ta punojmë direkt me dorë. Shtojmë millin, e punojmë, shtojmë, derisa ta fitojmë trashësinë e duhur. Kam hedhur millin, gjithsej mu ka ndash 8 gota e gjysmë, ka fitu kështu këtë trashësi, pak më të butë se brumi i bukës, është pak një brum i ngjitur, jo shumë, por pak, mirëpo e kam punu derisa brumi plotësisht është largu nga dora. Tash brumit sipër ja shtoj pak vaj dhe vojin e përhapi kështu mirë, që pak të kaloj edhe nga pjesa anësore vaji, që më let largohet brumi nga ena. Kjo është receta origjinale e gjevrekave, tamam si nëpër furrat e Kosovës dalin. Vërtet dalin shumë të mira. Tash enën ku ndodhet brumi e mbulojmë kështu me një foli najloni dhe e lajmë në ambient dhome që brumi të pushon për 1 orë. Brumi ka pushu mjaftueshëm, ja largoj folin. Është bërë një brum shumë i mirë, vërehet dhe vetë, ndahet fije, pasi ka pushu mjaftueshëm. Hedhin mill tavolinë pune dhe e kalojmë brumin. Tash brumin e punoj, pak kështu, dhe ndaj në 2 pjesë të barabarta. Secilës pjesë ja e formën e rrumbullakut, kështu formën e një kulaçi. Dhe pjesës tjetër, dhe të munduhen që të 2 pjesë të kenë madhësinë e njëjtë, sepse nga secila pjesë duhet që të formojnë nga 8 gjevreka. Vërejnë dhe vetë, mori kulaçin e dytë dhe e kthejnë në enë hedhi pak miell dhe e kthej brumin. Tash marr kulaçin e parë dhe ndaj në 8 pjesë barabarta. Kështu, e ndani në fillim në 2 barabarta dhe secilën në 4. Mjaftueshëm të jetë masia e gjevrekave në këtë masi. Pak më e madhe se 1 kokër mandarine. Kështu e ndajmë gjithë brumin dhe fillojmë që t'ja japim formën e rrumbullakut të gjithave. Kam formuar kuleçt e parë, i mbuloj me një pecetë kuzhine, i laj që të pushojnë deri sa të bëjmë ndarjen e pjesës së dytë dhe pjesës së dytë t'ja jap formën e kështu të kulaçave. Kanë pushu kuleçt e parë, kanë formu kuleçt e dytë, tash me këtë pecetë i mbuloj kuleçt e dytë
dhe i lo që të pushoj, marr kulaçin e parë dhe filloj që të bëj hapjen, kështu ja formoj një vrimë në mes dhe filloj që me anë të duarve ta tërheqi brumin. E vendosi kështu në tavolinë dhe rrokollës brumin që ta hapi në mallësinë e dëshiruar, vetëm se brumit ja jap trashësi nga gjitha anët. Këtë mënyrë vazhdojnë atutje me gjitha. Kështu duke formu një vrimë në mes dhe duke fillu që të bëj hapje. Kështu për tavolinë pune, rrokollës brumin që të hapët me anë të duarve, vetëm se mundohen të jap formën rrethore dhe trashësinë e njëjtë nga gjitha anët. I kam vendosur në tepsi kam vendosur letër për pjekjet, përshtatshme janë shumë tepsinjat e shporetit elektrik, nga 4 gjevrek është mjaftueshëm t'i vendosin, gjithsej do fitojnë 4 tepsinja të tilla. Përsëri i marrim gjevrek pasi t'i vendosim në tepsi, me anë të duarve ja japim formën, nduhem sa më të rrumbullakët, tërheqi edhe një herë kështu me duar. Mënyrë të njëjtë veprojmë dhe me brumin tjetër. Kështu të gjithave ja japim, nëse vendosim më shumë pjesë në tepsi, nuk do ju del forma ashtu siç duhet, nga 4 copë janë mjaftueshëm. Kështu veprojna në mënyrën e njëjtë me gjitha. Pasi përsëri ja kam dhënë formën, tepsinjat i mbuloj me një pecetë kuzhine. Kështu, dhe i lëm që të pushojnë për 15 minuta, tash në mënyrën e njëjtë vazhdojmë dhe me kuleçet tjerë. Kanë pushuar 2 tepsinë e para, ja largojmë kështu pecetën e kuzhinës dhe morim dhe i lyjmë sipër. Do i lyjmë kështu, këtu kam hedh një tverr të vezës dhe pak vaj dhe kështu e përzi dhe i lyj shumë lehtë nga pjesa e sipër me gjevrekat. Mund t'i lini rreth edhe 20 minuta, nëse ambienti i dhomës është më i ftohtë, atëherë mund t'i lini edhe më gjatë që të pushojë. Pasi kam bërë lyrjen e gjevrekave me masën e përgatitur sipër ju hedhi fara susami. Munduhem që më shumë të shtoj tek secila, ju mund të shtoni edhe më pak, varet nga dëshira, ose mund ta përgoni susamin nëse doni. Mirëpo unë kësaj radhe kam vendosur që t'i përgatis tamam sikur nëpër furrat kosovare. Dhe gjevrekat janë gati për pjekje, kam nxjerr furrën në 200 gradë dhe në atë temperaturë do i pjeki për 15-20 minutave. Kam bërë pjekjen e tepsinë së parë, tash e mbuloj me një pecetë kështu dhe i lëm që të ftohen dhe do zbuten. Këtë mënyrë do vazhdoj tutje me pjekjen e gjithë tepsinjave në të njëjtën mënyrë dhe temperaturën e njëjtë. Kam bërë pjekjen e gjithë gjevrekave, janë ftohur pak, janë gati për konsumim, siç e vëreni kanë dalë të buta si pambuku. Dhe gjitha janë në këtë mënyrë, ta marrim një dhe ta ndajmë dhe ta shihni se si ka dalë në brendësi, ja dhe si duket. Besoj si ju ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis unë gjevreka, sikur nëpër furrat e Kosovës, gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë, kurse ju që shihni për herë të parë këtë video ju lutem të abononi për receta të reja. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.